Sot për drek kam përgatitur tav elbasani ose tavkosi. Skuqim gjalpin, edhim dhe 3 lugë miell dhe I kavardisim me gjalpin, derisa të zverdhet mielli. Në mielli të jetë zverdhur, edhim lëngun e mishit. E kim zier në një multikuker mishin e qingjit. Tani e përzijim mirë, e heqim nga nxehtësia dhe e lëm të ftofet duke trazuar. Pas edhim 4 kokra ves dhe I rafim me kosin. Dhe pastaj edhim piperin e zi. Edhim orizin. Orizi është shumë pak, 2 lugë gjelle, pothuajse. E trazojmë mirë, shpërndajmë orizin në të gjithë. Tash I marrim atë miellin e skuqur me lëng mishi dhe përhapim nga vash në tasin. E trazojmë mirë derisa të bëhet një masë homogjene. Atë që bëm, e edhim në tavë dhe vendosim edhe mishin dhe fusim në furrë në temperaturë të 200 gradë. Dhe tavakosit është gati, na bëftë mirë.